Shëndetje të gjithëve drejt për së drejtë, ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 11. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Sulmet masive ruse në Ukrainë godinën ku u banon ambasadori shqiptar në Kiev Ernal Filo. Ministria e Jashtme njoftoi se jeta e tij është vënë në rrezik dhe kjo është e papranueshme, duke thirrur për shpjegime ambasadorin rus në Shqipëri. Vetë ambasadori Filo në një prononcim për Report Televizion thotë se kompleksi ku banon ka psuar dëme shumë të mëdha nga sulmet, duke shtuar se ka parë vdekjen me sy. Asgjë nuk e ndal rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kështu shpreh kryeministri Edi Rama në rubrikën e tij Shënimet e javës, duke akuzuar opozitën se ka tentuar të bllokojë rrugën evropiane të vendit me protesta, molotov dhe sulme ndaj qeverisë në arenën ndërkombëtare. Reagon kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili insiston se çështja Balluku ka rënduar pozicionin negociues të Shqipërisë. Një punonjës 25 vjeçar nga Bangladeshi humbi jetën në flak të Durrësit pasi ambientet e magazinës ku prodhohen mjete lundruese detare u përfshin nga flakët. Zjarri i dyshuar nga bombla e gazit rënë ambientin ku gatuej për punonjësit. I ri u dyshohet të ketë ndruar jetë nga asfiksia. Një tjetër 30 vjeçar nga Kenia po merr ndihmë mjekësore në spital. Djali një ushtaraku është plagosur rënd me armëzjarri në banesën e tij ku ishte bashkë me shokët duke konsumuar alkool. Mësohet se i riu i plagosur Iger Sylaj kishte një pistolet pa leje, të cilën po ua tregonte shokëve dhe gjatë veprimit të pakujdesshëm të një prej miqve të tij. Arma u shkret duke e plagosur në kokë. Në pranga, një 19 vjeçar që dyshohet si autor dhe dy shokë të tjerë, 20 dhe 22 vjeç, që ishin pjesë e festës dhe kanë tentuar të fshehin ngjarjen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se Irani po i afrohet shumë arritjes së një marrëveshje paqe. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se po finalizon memorandumin. Çështja e kyçe armëve bërthamore nuk do të ishte pjesë e propozimeve fillestare, por bisedimet e tjera mund të zhvillohen brenda 30 deri në 60 ditë. Elbasani ka sonte mundësinë të kapë Gnatja në vendit e parë në Final Four, teksa përballet me Dinamo në Air Albania. Para ndeshjes, trajneri Gvozdenovic thotë se i është dashur të punojë në aspektin psikologjik pas dispatës së rëndë të psuar një javë më parë kundër Rogozhinasve. Të shtunën Vllaznia mori një goditje të rëndë për titullin, pasi u mposh 1-2 nga Gnatja. Jepet sot lam të mira aktorit të njohur të kinematografisë shqiptare Birçe Hasko, i cili u nda nga jeta në moshën 84 vjeçare. Në teatrin e Opras dhe Baletit po zhvillohen omazhet në nder të mjeshtrit të madh. Birçe Hasko ishte një prej emrave më të dashur dhe të vlerësuar të skenës dhe ekranit. Ai ishte mjeshtri i roleve dytësore, duke i dhënë një dimension të ri karakterit dhe situatave.